Desën e fundit folëm për një ibadet të zemrës që ishtë tewakkuli. Mi mbështet Allahu subhanahu wa ta'ala, tregum definicionet e tewakkulit, argumentet nga Kurani dhe Suneti që flasin për këtë ibadet, rëndësinë e kësaj teme, dobit për kësaj teme kështu me radhë. Nuk e di se ju kujtohet mirë, po na e përmendëm një fragment, edhe thamë se si rezultat i tewakkulit është, ose fryt i tewakkulit është të kënaqurit me Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj, pasi që thamë në disa herë se imi duke i përmend disa ibadetet të zemrës që janë shumë më rëndësi në jetën e besimtarit, tek e fundit se ibadetet e zemrës janë generatori i jetës ti, i imanit ti. Na shpesher i përmendim si terme, mirë po nuk di që ndonjëherë është fol gjërësisht për këta terme ibadetet të zemrës. E son do të flasim për arabisht ar-rida, ose turqisht që thënë riza, që dhe më thonë kënaqësia me Allahun subhanahu wa ta'ala, ose ajo etap e imanit që arrin besimtari me qenë i kënaqur me Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe me të vërtet me fol une për këtë temë është një musibet i madh i muslimanëve, sepse për me forë kësaj teme duhet me përjetu këtë temë. Mirë për shkaku i imanit të dobët që e kemi, shkaku i rrethit të prish që jetojmë, shkaku i paksisë e ibadeteve që i bëjna, e dhikët e kështu më radhë, mbetet apëton që të flasim për këtë temë, ndoshta dikush që ndëgjon fiton më shumë sa ai që flet. Sikur se ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, rubba hamili fiqhin laysa bifaqih, ka dikush që i transmeton haditha mos i kupton. Rubba samin au min al-muballigh, ka dikush që e dëgjon edhe kupton më mirë se ai që e transmeton. Inshallah taala në këtë mezhlis ka njerëz që i marrin vesh më mirë ta mesele se sa unë që i flas, ose i përjetojnë më mirë se unë këta mesele se sa unë që i flas, sepse tek e fundit wa fi dhalika falyatanafas almutanafisun, kjo është një mejdan i madh i Allahut, le të bëjnë gara musliman këtë mejdan. Për fatkeq musliman të bëjnë gara në punë të dunjas, bëjnë gara kush ka me ndrej shtëpinë më të madhe, bëjnë gara kush ka me pas kerrin më të mirë, bëjnë gara kush ka me harxhu më shumë parë për darsma, bëjnë gara në sende të ndryshme të dunjas. Mirë po, një pakicë e vogël, nëse nuk janë askush, bëjnë gara në punë të mira për Allahun xhaleshanu, në punë që i shtojnë xhenet. Andaj Allahu subhanahu wa taala ka thonë për xhenetin o fi dhalike, për xhenetin falyatanafas almutanafisun, le të bëjnë gara ata që bëjnë gara. Andaj do të thonë mejdani i dinit, mejdani i ibadeteve, mejdani i imanit është çel për gjithë. Nuk ka mundësi, nuk duhet me kon patjetër ai që den më tepër me kon edhe më i devotshëm. Edhe pse sipas rregullave të shariatit, dituria duhet me çu njerin me pas frikën për Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po ka raste që dikush den më shumë, ama nuk është ai që më tepër i frikohet Allahu subhanahu wa taala, pse se nuk punon me diturinë e vet. Andaj edhe kjo mesele e të kënaqurit me Allahun subhanahu wa taala është një mesele, një mejdan ku mund me bë gara musliman. Se cili me takatin e vetë, se cili me forcën e vetë, edhe ma i miri, e i përjeton dobi që në fund të përmendim disa dobi që i përfiton besimtarin nga të këqenur i kënaqur me Allahun subhanahu wa taala. Pra një për përsëris, po flasim mbi këtë temë edhe pse nuk e kena përjetu kënaqësinë e kësaj teme. Andaj, ndoshta disa herë do të jem i thatë na që kam me shprej, mirë po sikur të thash, mjafton që e prezantoj, le të ketë dobi ai që është më i devotshëm prej neve. Sa i përket kësaj mesele, rida të qenut i kënaqur me Allahun subhanahu wa taala, dietarët, shumica e dietarëve ose grumbulli i madh i dietarëve janë të pajtimit se kjo vepër, ky ibadet i zemrës nuk është vajib, por është mustahab. Pak më vonë kena me kuptu pse është mustahab e nuk është vajib. Andaj Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, edhe pse ka pas një grup i vogël ulema ka thënë që është vajib me patën pakic. Shumica dërmuese ulemave thënë që të këqenut i kënaqur me Allahun xhaleshanu është mustahab. Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala gjithashtu anon ka mendimin se kjo vepër është mustahab, edhe argumenton këtë meselë me faktin dhe thotë se Allahu xhaleshanu Kur'an ka urdhëruar me sabër. Ama s'ka urdhëruar me qenë i kënaqur me Allahun xhaleshanu. E para, dyta, për me tregu se kjo nuk është obligim. E dyta ka përmend vlerën e kësaj vepre.
Edhe i ka lavdruar ata që janë kënaqur me Allahun subhanahu wa taala për me tregu se kjo vepër është e pëlqyeshme, bilem shumë e pëlqyeshme. Mirë po, nuk ka mundësi me thonë që është obligim. Ata është pak më vonë, kena me përmend një fjalë të Ibn Qayyimit, pse kjo vepër nuk është bërë obligim për këtë ummet. Pse që Ibn Qayyim rahimahullahu taala thotë, pse Allah se ka bërë obligim të qenit i kënaqur e ridha anillah me qenë i kënaqur me Allahun, pse se ka bërë obligim farz muslimanëve, ka thonë për shkak se është një send i rrallë, është i vështirë dhe se shumica e njerëzve nuk mundin me arrit këtë shkallë. Për çfarë se ka bërë obligim? Për rahmetin që ka Allahu ndaj muslimanëve. Se me konë që ka që vështirë me ta bërë obligim, s'mundesh me arrit, atëherë për këtë muslimanëve që këtë farz ndoshta e kryjnë një 2-3% për shembull të muslimanëve, një paketë shumë e vogël. Andaj për rahmetit të madh të Allahut edhe për dëshirës Allahut me valësu muslimanëve, nuk ka bërë obligim që këtë ibadet të zemrës po kalon mustahab. Mirë po, i nxitin e këtë vepër, i lavdëroi bartësit e kësaj pozite dhe tregoi shpërblimin që e ka kjo vepër, e ajo është me fitu kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, që është shpërblimi më i madh. Për këtë, ridaja, kënaqësia është dera më e madhe e Allahu xhaleshanuhu. Xheneti i dunjas, që kjo është, sikur se kanë thonë ulemat përpara, inna fi dunya jannan, dunja ka një xhennet. Men lem yadkhulha lan yadkhul jannat al-akhirah, dunja ka një xhennet, kush nuk hyn në xhennet s'ka mundësi me hyn xhenetin e ahiretit. E xheneti i dunjas që ka ar-ridha billah, me kon i kënaqur me Allahun subhanahu wa taala. Kjo është xhennet për besimtarin. Thash, na teoretikisht, apo shef sa mirë sa letë për kallëzën, mirë po me përjetu është vështirë. Ama gjithashtu edhe kënaqësia është shumë e madhe e pa përshkruar. S'ka mundësi më përshkruajt me fjalë e njerëzve. Andaj tham, ridha anillah, me koni kënaqur me Allahun xhaleshanuhu, është dera më e madhe e Allahut nga e cila hyn besimtari në mëshirën e Allahut. Është xheneti i dunjas, pushimorja e atyve që njohin Allahun xhaleshanuhu mirë, jetë e atyve që dëshirojnë Allahun subhanahu wa taala, dhuntia më e madhe që është dhon ibadetçive, edhe kënaqësia më e madhe që është dhon atyve që mallëngjohen për Allahun subhanahu wa taala. No, këtën të epitete që duhet mi pas besimtari i cili është në poshtë Allahut edhe i devotshëm, mirë po, këta epitete nuk e di se sa ka mundësi ti përputhen realitetit të muslimanëve të këtyre vetrojeve tonë. I dashuruar në Allahun, që njeh Allahun mirë, i dashuruar në Allahun, ibadetçi i madh, i mallëngjuar për Allahun. Ku janë ata njerëz që është mallëngju, si thot pejgamberi, si thot Allahu në hadith qudsi, men ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ahu. Kush don mu taku me mu, unë e du takimin me të. Wa man kariha liqa'i karihtu liqa'ahu, kush urren mu taku me mu, edhe unë urrej takimin me të. Kush për njerëzve sot është i gatshëm me vdekje dhe mu taku me Allahun? Askush për muslimanëve. Shkaku i dobësisë e imanit, shkaku i veprave pak që i ka bërë të mira, edhe ata që janë të mira, edhe ata janë të njollosuna, të dëmtume për gjinave, për rias, për sifasis, për smundjeve të ndryshme që i kanë musliman në zemrat e tyre. Andaj përderisa të kalumen, kur flet ka hayya al jihad, ngritemi për një gjihad, dilka këtë umetin gjihad, sot kur siret në hayya al jihad, del 100 në gjihad, për alhamdulillah që apet ka me. Kjo është domosdoshmë, çfarë epitete janë i përmendi Ibn Qayyim rahimahullahu taala. Unë harrova të theksoj edhe në sens se këtë shkrim që po e prezantoj para se këtë ders, shumicën e materialit e ka marrë për një libër të Ibn Qayyimit rahimahullahu taala, i cili është Madarij as-Salikin, e ka përmendur disa herë, domethënë shkallët e njerëzve që udhtojnë drejt Allahut subhanahu wa taala. Edhe ati ka shumë mesele me rëndësi, sidomos për edukimin e zemrës së besimtarit. Disa mesele që kemi folë kalumen i kemi marrë gjithashtu për këtij librit, a këtë temë, pjesën më të madhe kemi marrë për këtij librit, edhe pse kena marrë për disa librave tjera gjithashtu. Pra kjo ka kënaqësia. Mirë, tash shohim çfarë definicioni kanë dhënë dietarët kënaqësisë me Allahun subhanahu wa taala. Apo nini bëllaznieri shpesh e kënaqet me gruan e vet, kënaqet me evladin e vet, kënaqet me punën e vet, kënaqet me tregtinë e vet. Shumë herë gëzohet, ndin lumturi, ndin i zgjenot gjokë, si thënë. Kush janë ata ose sa janë ata që kënaqen me Allahun subhanahu wa taala?
Kur t'i bin sejgjë Allahut kënaqet me